Trump ndërpret negociatat me Kanadan dhe paralajmëron tarifa të reja brenda 7 ditëve. Presidenti Donald Trump ndërpret bisedime tregtare me Kanadan dhe së shpejti do të njoftojë një normë të re tarifore që vendi do duhet të paguajë, tha ai në një postim në rrjetin social Truth Social të premten. Vendimi për t'i dhënë fund negociatave, të cilat kanë vazhduar prej disa muajsh, erdhi pasi Kanadaja njoftoi një taksë mbi shërbime digjitale, tha Trump, duke i quajtur atë një sulm të drejtë për drejtë të hapur ndaj vendit ton. Presidenti Trump në Truth Social: bazuar në këtë taksë të shëmtuar, ne po i ndërpresim të gjitha diskutimet mbi tregtinë me Kanadan. Me efekt të menjëhershëm, ne do të njoftojmë Kanadan për tarifën që do të paguajnë për të bërë biznes me Shtetet e Bashkuara të Amerikës brenda periudhës së ardhshme shtatitore, tha ai. Taksat mbi shërbime digjitale janë një mënyrë që vendet të taksohen në shërbimet online në kontrakt me taksat mbi produktet fizike. Vendet me këto taksa mund të mbledhin të ardhura nga kompanitë e mëdha që operojnë online dhe nëse biznesi është jo fitimprurës. Firmat amerikane, veçanërisht kompanitë e mëdha të teknologjisë si Meta, Apple, Google, Amazon dhe Microsoft, preken në mënyrë të disproporcionale nga DST-t, sipas një raporti të publikuar vitin e kaluar nga Shërbimi i Kërkimeve Kongresiale jo partijake. Trump ka ngritur shqetësimet veçanta me DST-t gjatë gjithë negociatave tregtare me vendet e tjera, duke i referuar ato zakonisht si bariera tregtare jo tarifore. Kanadaja ka një DST të re që do të hyjë në fuqi të hënën dhe do të jetë retroaktive.